për të ngushtuar diferencën kur lojtari i Romës Nicolo Zaniolo u gjend përballë portierit zvilar, por gardiani verdekuq ndali me një pritje vendimtare topin që po rrezikonte portën e tij. Deri në fund Roma administroi rezultatin me qetësi dhe nuk lejoi më surpriza, duke siguruar fitoren e 6 radhazi në përballje direkte ndaj Udinezes. Kirurgjia koronare në Shqipëri kryhet përmes një teknike që ndikon në ecurinë post-operatore të pacientëve, duke ulur edhe ditët e qëndrimit spitalor. Përdorimi i arterieve të kraharorit për të realizuar bypasse në vend të venave të marra nga këmba ofron avantazhe të rëndësishme në jetëgjatësinë e pacientit. Këto arterie, duke qenë se preken më pak nga ateroskleroza në krahasim me venat e këmbëve dhe me arteret koronare të pacientit, ofrojnë avantazhe të rëndësishme në jetëgjatësi. Në 78% të pacientëve që trajtohen këtu tek ne, aplikohet kjo teknikë pra e revaskularizimit arterial dhe në 40% të rasteve ne realizojmë operacione bypassit koronar pa përdorimin e qarkullimit ekstrakorporal, pra pa ndaluar zemrën. Gjithashtu, në pacientë të cilët janë kandidatë përshtatshëm për teknikën minimal invazive, ne kombinojmë pikërisht teknikën e operacionit të bypassit pa ndaluar zemrën me aksesin minimal invaziv. Përdorimi i teknikave minimal invazive ndikon drejt për drejt në ecurinë postoperatore të pacientëve, duke ulur ditëqëndrimin spitalor dhe duke mundësuar aktivizimin dhe mobilizimin e tyre më të shpejt për të rifilluar një jetesë normale. Mund të themi me siguri që ky program që aplikohet në mënyrë rutinë të përditshme në spitalin ton paraqet nivelin më të përparuar të kirurgjisë koronare aktualisht në botë, krahasuar kjo dhe me klinikat më të mira europiane. Ne këtë aktivitet realizojmë në mënyrë të përditshme me rezultate të shkëlqyeshme në lidhje me të gjithë indikatorët e cilësisë. Video me mesazhin e Dr. Albin Fagut